أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمدي dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot kemi të bu këto që ta bëni qelime apo kelime të tauhid, duke thonë la ilaha illallah për shpirtin e të ndjerit Bekirit, bashkë me familjarët e tij, shokët e tij, me qastin e kështu me radhë. Inshallah Allah Gjellëshanuhu është razi me këtë të bimtonin e na I pranon këtë dhikër, këtë mejlis, këto vepra të mira dhe duke bon hedije dhurat pra të ndjerit Bekirit. E këtë të bim inshallah e filloj me leximin e Kuranit e pastaj vazhdojna me një ligjerat të shkurt lidhje me vlerën dhe dobit e fjales la ilaha illallah e pastaj vazhdojna me kelimet të tauhid pra me qelimen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. الله shpërbleft. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thamë që jemi të bu në këtë vend për të bo një qelime, pra me thonë kelimet të tauhid, fjallën la ilaha illallah, fjallën më të mirë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pejgamber para tij. Kjo fjallë, si që dim, është qelësi i xhenetit,
kush vdes duke besu këtë fjalë, duke jetu me këtë fjalë, fundi i tij do të jetë inshallah xheneti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah." Fjalën më të mirë që kam thonë unë dhe pejgamberët para meje është fjala la ilaha illa Allah. Fjalë më të mirë, më të bukur, më me peshë në ditën e gjykimit nuk ka sikur kjo fjalë. Pra kush e thot këtë fjalë duke besuar me zemrën e tij, me gjuhën e tij dhe duke jetuar me këtë fjalë, kjo fjalë do të jetë sebeb, shkak që ky person të jetë në xhennet. Pra është miftahul xhenne, është çelësi i xhennetit. Allahu xhalla shanu thot: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije, pra dije ti o Muhammed dhe gjithë ummeti jot se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pra kjo është la ilaha illa Allah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu kjo fjalë është shkak që besimtarit që fshihen gjunohet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Thot Allahu xhalla shanu ja ka bën haram, pra ja ka ndaluar atij personit që thot la ilaha illa Allah duke shpresuar në shpërblimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra kur ta thush fjalën la ilaha illa Allah duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, Allahu xhalla shanu atij personit që ja bën të ndaluar, ja ndalon xhehenemin, zjarrin e xhehenemit. Por kjo të bëhet me bindje, të bëhet me besim, të bëhet duke kuptuar fjalën la ilaha illa Allah. Nuk është e vërtetë ajo të cilën disa njerëz na akuzojnë dhe na thonë jo xhallah shëmlet për bini, po thuni la ilaha illa Allah dhe hini në xhennet. Jo. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Men mate wa fi qalbihi dharratun min al-iman dakhala al-janna." Kush vdes dhe në zemrën e tij ka sa një grimcë atomit la ilaha illa Allah, ai do të hyjë në xhennet. Pra kush vdes, kush vdes. Jo me thonë thuj la ilaha illa Allah edhe e sigurohet xhennetin. Jo. Të thush la ilaha illa Allah, të jetojsh me la ilaha illa Allah, të besojsh këtë, të praktikosh në jetën tënde, edhe nëse vdes me këtë, atëherë fundi jot është xheneti. Pra kjo është hadithi pejgamberit alayhis salam. Ne nuk e bëjmë atë çast let njerëz me thonë thuj la ilaha illa Allah dhe sigurohet xhenetin. Jo. Se sa njerëz kanë thonë la ilaha illa Allah, po fundi i tyre ka qenë i devijuar, i shkatruar, ndoshta kanë dalë prej kësaj bote pa besim. Pra kush vdes me la ilaha illa Allah do të jetë në xhennet. Dhe fjala la ilaha illa Allah në bazë një hadithit të pejgamberit alayhis salam është ajo e cila do të peshojë më së shumti ditën e gjykimit në peshore. Kur robi Allah, kur një besimtar do të vinë te peshorja dhe do të vinë të barabarta gjunat e tij dhe veprat e mira të tij, kur të vinë të barabarta apo ndoshta gjunat peshojnë më shumë, atëherë do të vjen fjala la ilaha illa Allah në anën e punës të mira dhe do të peshon më shumë e do të shpëton robi Allahun. Por kjo është të jetojmë me sinqeritet, pra të besojmë me sinqeritet, të praktikojmë me sinqeritet, të jetojmë për la ilaha illa Allah, të jetojmë të ngritmi fjalën la ilaha illa Allah. E me fjalën la ilaha illa Allah kush e ngrit, ajo do të ngritë edhe atë robin e Allahut. Bilal Habeshiu radiallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhis salam, muezini i pejgamberit alayhis salam, nuk ishte ai as pasuri, nuk ishte prej ndonjë fisit të njohur, nuk ishte ndonjë autoritet, nuk ishte ndonjë post të lartë në Mekë, ishte një rob i thjesht. Kur e pranoi Islamin, e thoi ke ahadun ahad, e ngrenishin zhag në për Mekë, mushrikët e asaj kohe, dhe i thoshin o Bilala, nuk di fjalë tjetër përveç saj ahad ahad, Allah është një, Allah është një. Thë ke vallahi, nëse di një fjalë tjetër që ja gjek zemrën më shumë ti do ta kisha thonë. Edhe vazhdoi të thë ahadun ahad, Allah është një, Allah është një. E pastaj kush prej ne nuk e njeh Bilalin? Kush e ngriti Bilalin? A milionët e tij që i kishte? A autoriteti i tij që i kishte? Apo posti i tij që i kishte ndonjë ministër apo ndonjë mbret? Jo. E ngriti fjala ahadun ahad. Sepse ai e ngriti fjalën ahadun ahad, e fjala ahadun ahad ngriti Bilal Habeshiun radiallahu anhu. Edhe ne, nëse sot jetojmë me këtë fjalë, e ngritmi këtë fjalë, ai do ta ngritë neve. Nëse ummeti Muhammed alayhis salam sot e ngrit fjalën la ilaha illa Allah, kjo fjalë do ta ngritë ummetin e Muhammed alayhis salam. Do t'ja kthejnë krenarin që e kishmi si ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu fjala la ilaha illa Allah është kusht për të hyrë dikush në Islam.
Nëse vjen një jo musliman dhe do me pranu islamin, nuk i thojnë thuj astaghfirullah dhe u bone musliman. Nuk i thojnë merr abdes, fale namazin dhe u bone musliman. Jo, kushti i parë që duhet ta thot një jo besimtar për më bë musliman është la ilaha illallah. Pra ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ne kur themi dëshmia apo di dëshmit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apo kur themi ndonjëherë kush thot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet, automatikisht kuptohet edhe Muhammadur Rasulullah. Se qase apo e njohur dëshmia tek musliman, tek ummeti Muhamedit alayhis salam, ku thojnë dëshmia la ilaha illallah çelësi xhenetit, dihet edhe Muhammadur Rasulullah, se asnjëja nuk shkon pa tjetrën. Nëse thot dikushi, vjen një jo musliman dhe thot la ilaha illallah, apo nuk e pranoj ditën dëshmi, ai nuk ka bo musliman. Nëse vjen një jo musliman thot Muhammadur Rasulullah, pranoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, apo nuk e pranoj të parën, nuk ka musliman. Nuk hin në islam, do të dihet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Por këto janë ditë dëshmit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahun, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dhe kjo është çelësi pra i xhenetit. Kjo është çelësi për me hinë në islam. Dhe kush e kundërshton këtë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që i përmban brenda kësajna, nëse kundërshton diçka prej sajna, nuk je pasaj besimtar. E për këtë, dua fjala ashhadu, dëshmoj, deklaroj, besoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pra e dëshmoj me gjuhën time, e besoj me zemrën time, e di se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Pra këtë e ka kuptimin fjala ashhadu, e besoj, e deklaroj dhe e di se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe e dëshmoj, e di dhe e besoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. E tash pas kësajna, pasi tu ka hap dera e islamit, ke hinë në islam, atëherë çka kërkohet? Kërkohet të besojsh gjithçka që përmban kjo fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mos të kundërshtojsh diçka prej kësaj. E para të dëshmia e parë të besojsh se Zoti jon është Allahu. Ai është krijuesi, ai është furnizuesi, ai është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Ai nuk i përngjan krijesave, ai ka cilësitë e përsosura, ai ka emrat më të bukur. Ai është ai i cili ka kriju gjithçka, por nuk ka nevojë për askën. Ai na ka urdhëruar me namaz, me Ramazan, me haxh, me zakat, na ka ndaluar nga haramat e ndryshme, ai nuk ka nevojë për këto. Edhe pse na ka urdhëruar me namaz, nuk ka nevojë për namazin ton, pse se ai është as-Samad, Allahu Samad, ai nuk ka nevojë për askën dhe gjithkush ka nevojë për atë. Shumë thjesht për ta kuptuar këtë, të gjithë gati ndoshta e dim, ndoshta fëmijët e din Surat al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të gjithë e kemi mësuar kur kemi qenë fëmijë. Nashta të hoqja ajo po gjishi, baba, gjishat e shtëpia, hajde, ta mësojmë kul huwallahi, na di? E gati të gjithë e kemi mësuar. Kjo është Surat al-Ikhlas, kaptina e sinqeritetit. Pse sinqeritetit? Sepse flet për besimin e sinqert. Kur erdhën çifutët ja udhite pejgamberi alayhis salam dhe i thanë: "O Muhammed, na trego prej çka i tash ki Zoti jot." Sa të ishin mësuar me besu gurin, e drunin, e të besu se Uzeira është biri i Zotit, që të besu se Isa është i biri i Zotit, që të besu se Dilli është Zoti, që të besu se zjarri, terri, e kështu me radhë të besu lloj-lloj krijesa si Zot. Edhe i thanë Muhamedi alayhis salam: "Hajt tash të mos na kemi një fe të re, na trego ki Zoti jot prej çka i tash." Se këto tonë që besojmë na, këto kishte pedin, aty pet gurit prej drunit. I jote Muhammed prej çka i tash? A prej gurit, a prej drunit, a prej arit, a prej argjendit, prej çka i tash ki Zoti jot? I ardh Xhibrili alayhis salam me një herë Muhamedi alayhis salam me këtë surën al-Ikhlas, kaptinën e sinqeritetit, dhe i tha: "Kul, thuaj o Muhammed, kul huwallahu ahad, thuaj Allah, ai Allah është një." Kush është ky një? Një është ai i cili nuk ka nevojë për askën, Allahu Samad, nuk ka nevojë për askën. Kush është ai që nuk ka nevojë për askën? Është ai i cili lam yalid wa lam yulad, as nuk ka lindur dhe nuk e ka lindur askën. Që nuk ka nevojë për askën. E kush është ai i cili nuk ka lindur dhe s'e ka lindur askën? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, askush nuk është i barabartë me të. Që Zoti jam. Ka thuaj Muhammed, Allah është një, jo në kuptimin e numrit njësh, se numri njësh mund të shtohet e të pakohet, e të coptohet e të ndahet, po një në emrat e tij, në cilësitë e tij, në veprat e tij, Allah është një, askush nuk i përngjan atij dhe askush nuk është ortak me Allah në krijimtarinë e tij. Allahu Samad, ai nuk ka nevojë për askën, të gjithë krijesat kanë nevojë për Allahun.
Lem yalid wa lam yulad, nuk është i lindur dhe se ka lindur askën. Kjo ishte se kundër argument ndaj krishterëve dhe xifutëve. Xifutët thoshin Uzair është i biri i Allahut, krishterët thanë Mesih, Isa, i biri i Mariam është i biri i Allahut. Edhe Allah tha, ai Allahu, të cilin duhet ta besojmë, ai nuk është i lindur dhe nuk e ka lindur askën. Po as nuk ka bab, e gjish, edhe para ars, po as nuk ka fëmijë e pasardh, sepse ai është krijuesi. Kush ka para ars dhe pasardh? Na krijesën. Je i lindur për një nonë, për një babë, nona e babë janë të lindur për një nonë, për një babë, e kështu deri te Ademi alayhis salam. Ademi alayhis salam është baba i njerëzimit, është njeriu i parë dhe pejgamberi i parë. Allahu lam yalid wa lam yulad, nuk e ka lindur askën. Pra Allahu nuk e ka lindur askën, se s'ka nevojë për fëmijë. S'ka nevojë për pasardh, sepse ai krijues, nuk është krijes. Krijesa ka nevojë nesër për mushtu njerëzimi me lind të një fëmijë, ai fëmia jot nesër mu martu me lind një fëmijë, e kështu mushtu njerëzimi, me vazhdu njerëzimi. Lloji i njerëzimit me vazhdu, me lindje, me martesa, duke ushtu. Amma Allah xhaleshana është krijues. Ai nuk është i lindur, as e ka lindur askën. Allah xhaleshana thot në një hadith kusi, shatamen ibn Adam, më ka ofendu, më ka shaq i biri Ademit. Thot walam yakun lahu dhalik, thot dhe nuk i ka taku. Thot kur më ka shaq, thot kur tha ittakhadha Allahu walada, kur tha Allahu ka fëmijë. Tash mi thon dikuj prej neve njerëzve, e keni fëmijë 2, 3, 5, a ofendim kjo? Nuk është ofendim. Mashallah, bile shkojnë aja për hajme, bojnë naj feste, e tubime të ndryshme të festu, pëse i ka linë një fëmijë. Kjo është lavdrat, kjo është diçka e mirë për njerëz, apo? Allah shka tha, më ka ofendu i biri Ademit kur tha se Allah ka fëmijë. Pra të përshkujsh Allah të fëmijë, është ofendim, dhe është kufër, është shirk. Dhe gjithë shka që nuk i takon Allah, nëse ja përshkruan atij, është ofendim ndaj Allah Teala. Për shembull, të thush njeriu është ka trup. E ka një trup ma i fuqishëm, edhe ka trupin e ma me muskuj me ketë. Është lavdrat për një, po, për Allah nuk thot kështu. Pse se Allah nuk është trup. Allah është krijuesi i trupave. Allah nuk është krijes, është krijues. Pra, jo gjithçka, se dikush aty e ke kuptuar këtë se jo gjithçka që është lavdrat për ne duhet të jetë për Allah lavdrat. Se për neve ishte lavdrat me thonë njeriu ka fëmijë, mashallah, dhe tha me jaurua, po, për Allah ishte ofendim, se vetë Allah tha, është ofendim. Të thush Allah ka fëmijë, ti përshkruajsh Allah të vend, edhe kjo është ofendim për Allah. Ti përshkruajsh Allah drejtime, edhe kjo është ofendim ndaj Allah. Ti përshkruajsh Allah trup apo shpirt apo sin kuptimin si kemi në krijesës, apo dorën kuptimin e gjymtyrës, apo ti përshkruajsh Allah të kom, apo trup, apo gjoks, apo muskuj, apo diçka tjetër që janë cilësi të krijesës, kjo është ofendim ndaj Allah. Se Allah thon Kur'an leysa kamithlihi shay, askush nuk ka si ai, dhe ai nuk ka si askush, nuk i përngjan askujt në Allah subhanahu wa taala. Anna yushbu al-khaliqu al-makhluq, krijuesi nuk i përngjan krijesave. Ne besojmë Allahun si krijues, e krijuesi nuk i përngjan cilësitë të krijesave. Allahu në ezel, kur ka ekzistuar, s'ka ekzistuar as vendi, as drejtimet, as arshi, as qetë, as toka, as njerëzit, as me lajket, as e gjinët, as kafsht, kur gjë s'ka ekzistuar. Allah është i vetmi që ekziston në ezel, pra pa fillim. Krijesa e parë ishte uji. Me krijesën e parë, me krijimin e ujit, filloi ekzistenca e kësaj bote. Para ujit s'ka pas asgjë tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Do të thonë, nëse i përshkruan Allah të vend, atëherë pi bën se me Allah pas ka ekzistuar vendi, e kjo është shirk. Se Allah është i vetmi pa fillim. Nëse i përshkruan Allah drejtime, atëherë pi përshkruan Allah shirk. Pse? Se dikush një krijesë pas ka ekzistuar me Allah në ezel. Allah është i vetmi në ezel, dhe kjo është qartë në hadithin e pejgamberit alayhis salam, kur erdhën beduinët dhe i thanë: "O Muhammed, na trego për krijesat e para. Cilat janë krijesat e para?" E pejgamberi alayhis salam ja dha një përgjigje që mos t'u ngatrohet në krye atinve besimi me Allah, në Allah dhe besimi i krijesave se kur ekzistojnë, kur nuk ekzistojnë. Tha pejgamberi alayhis salam: "Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru." Kur ka ekzistuar Allahu, s'ka ekzistuar asgjë tjetër. Tash për me avje ka dyshimin se sigur të kish fillu pejgamberi alayhis salam direkt me përgjigjen që e kërkojshin ato, sigur të kish thonë pejgamberi alayhis salam, krijesa e parë është uji, ndoshta aty na përmendë që kish lind një dyshim, uji po ekzistoi ka me Allahun. Sigur të kish thonë arshi është krijesa e dytë,
Ndoshta në përkri do që dushin aty, arshi kana me Allah pas ka ekzistuar. E çka tha pejgamberi alayhis salam? Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru. Kur ka ekzistuar Allah, s'ka ekzistuar asgjë. E tash tha wa kana arshuhu ala al-ma. Arshi ishte mbi ujë. Pra krijesa e parë ishte uji, pastaj arshi, thumma khalaqa as-samawati wa kana arshuhu ala al-ma wa kataba fi dhikri kulli shay. Ishte uji, arshi, kalemi, lapsi, edhe lauhi mahfudhi në të cilin shkruaj gjithçka. Thumma khalaqa as-samawati wal ard. Pastaj krijoi qiellin dhe tokën. E ja boni me dije pejgamberi alayhis salam se me Allah s'ka ekzistuar asgjë. Kur i krijoi krijesën e parë ujin, filloi ekzistenca e kësaj bote, pra uji, arshi, lapsi, lauhi mahfudh, qiell dhe toka, e kështu filloi ekzistimi i kësaj bote. Pra Allah xhaleshana është i vetmi pa fillim dhe pa mbarim, dhe këtë e ka përmban fjala la ilaha illa Allah, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, sepse ai është krijuesi, e krijuesi nuk i përngjan krijesave, ai është i gjithfuqishmi dhe ai nuk ka nevojë për askën, dhe ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, besoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe gjithçka që na ka sjell Muhamedi alayhis salam duhet ta besojmë, sepse ai nuk ka fol nga mendja e tij, por ka fol nga ajo që ka shpall nga Allahu subhanahu wa taala. Mos me zgat më shumë ligjëratën ndersin, vazhdojmë tash me dhikr apo me kelimet e tauhid, me kelimën me fjalën la ilaha illa Allah. Inshallah ishin të qarta këto që i thamë këto këshilla, se me të vërtetë kjo është baza e Islamit. Kjo është baza e pranimit të veprave të mira. Allah thot në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Kush ban vepra të mira, qoftë moshkull apo femër, duke qenë besimtar, atij do të japë me jetë të mirë. Pra Allah xhaleshane e boni kusht për pranimin e veprave të mira që personi, individi të jetë besimtar. Se tha wa huwa mu'min, duke qenë besimtar. Inshallah Allah xhaleshane e pranon veprat tona, na mëson të jetojmë me la ilaha illa Allah, na mëson që fjala e fundit në këtë jetë të jetë fjala la ilaha illa Allah, dhe kur të dalë prej kësaj bote me dal me la ilaha illa Allah, walhamdulillahi rabbil alamin.